Jo më si Ervin Saliani apo Babalja, tashmë do të njihet si Sali Saliani. Këtë emër pikërisht ja kanë vënë të tij demokratët e inatosur, ata 50 vet që mezi u mblodhën në takimin e Babales në Tiranë 2 ditë më parë. Tashmë ftoj mikun e juaj, mikun ton, mikun e demokratëve, mikun e gjithë shqiptarëve, zotin Sali Saliani, tha Adriani Sufi. Tashmë ftoj mikun e juaj, mikun ton, mikun e demokratëve, mikun e gjithë shqiptarëve, zotin Sali Saliani. Kaq mjafton për të treguar se Ervin Saliani ne bëjnë meme dhe ata pak njerëz që numërohen me gishtat e dorës që i shkojnë nga pas. Pjesa më e madhe atyre që ndjekin Babalen janë ata që e mbështetën ku i doli me shkop para demokratëve, janë servilt e Lulzim Bashës, që kanë ikur nga Partia Demokratike në për parti të tjera, disa prej tyre bashkëpunëtorë të Edi Ramës, që janë të përdorur si letër higjienike dhe tani kanë shkuar pas Salianit. Saliani dështoi me sukses, u kthye në një meme dhe tashmë njihet me një nofk të re, Sali Saliani.